Lapsi dhe goma. Kur u martua djali, shkuan tek ai babai dhe familja për ta uruar në shtëpinë e tij. Kur babai ul, i kërkoi të birit të sillte një letër, një laps dhe një fshirëse, një gomë. Djali i tha: "Kam blerë gjithçka për pajën time, përveç fletoreve dhe lapsave. Për çfarë i do këto, baba?" Babai i tha: "Shko dhe blej një letër, një laps dhe një gomë fshirëse." Me një habi të madh, djali shkoi në dyqan, i bleu ato që i kërkoi babai dhe u kthye në shtëpi. Ai u ul pranë babait. Babai i tha: "Shkruaj." Djali i tha: "Çfarë të shkruaj?" Babai i tha: "Shkruaj çfarë të duash." Djali shkroi një fjali. Atëherë babai i tha: "Fshije." Dhe djali e fshiu. Babai i tha: "Shkruaj përsëri." Djali i tha: "Çfarë dëshiron o baba?" Babai i tha: "Shkruaj." Dhe djali shkroi. Babai i tha: "Fshije." Djali e fshiu. Babai përsëri i tha: "Shkruaj." Djali i tha babait: "Të lutem, për hir të Zotit, më thuaj pse po bën këtë o baba." Babai i tha: "Shkruaj." Dhe djali shkroi. Babai përsëri i tha: "Fshije." Dhe djali e fshiu. Më pas, babai e shikoi të birin dhe e preku në shpatull me butësi dhe i tha: "O birin, martesa ka nevojë për një gomë fshirëse. Nëse nuk e ke me vete një gomë për të fshirë disa situata që nuk të pëlqejnë nga bashkëshortja jote, dhe nëse ajo nuk ka me vete një gomë për të fshirë disa situata që nuk i pëlqejnë nga ti, atëherë faqja e martesës do të mbushet me të zeza brenda disa ditëve dhe shtëpia do të kthehet në ferr. O birin, marrëdhënia martësore ndërtohet mbi dashurinë, respektin ndërsjellët, faljen, mbi injorimin e disa gabimeve dhe lajthitjeve të vogla kur ndodhin, duke i tërhequr vëmendjen me një mënyrë të sjellshme që të mos përsëriten. Këto janë themelet e forta mbi të cilët ndërtohen marrëdhëniet martësore.